Ilir Alia i prezantohet zyrtarisht si drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë e Vlorës. Prezantimi i Aliajt është bërë zyrtarisht ditën e martë nga kryetaria e Bashkisë Brunilda Mersini, ndërsa këtë të mërkurë kreu i ri i ndërmarrjes së shërbimeve publike ka nisur me njëherë nga puna. Televizioni 6+1 Vlora mëson se kryetaria e Bashkisë Brunilda Mersini ishte vetë në ambientet e ndërmarrjes ku prezantoi edhe drejtuesin e ri. Mersini ka vlerësuar kontributin e Ilir Aliajt si një njohës i mirë i problematikave të qytetit, duke u shprehur e bindur se Aliaj është një zgjedhje e duhur për të bërë më të mirën në krye të kësaj ndërmarrjeje. Kryebashkiakja Mersini ka vendosur që këtë ndërmarrje të rëndësishme t'ia besojë kështu Ilir Aliajt, një nga njerëzit që e njeh mjaft mirë terrenin, por edhe funksionimin e pushtetit vendor. Ai prej vitesh ka qenë kryetari i rajonit numër 2 në Vlorë, duke njohur kështu edhe problematikat që kanë qytetarët, por edhe zgjidhjet e tyre për të qenë kështu në shërbim të qytetarëve. Aliaj deri tani ka drejtuar drejtorinë e furnizuesit të shërbimit universal pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë, ndërsa eksperiencat e mëparshme të tij do ta ndihmojnë për të bërë më të mirën për qytetin dhe drejtimin e kësaj ndërmarrjeje. Ndërsa gjatë këtij mandati ka qenë edhe këshilltar në Këshillin Bashkiak të Vlorës, duke ditur kështu shqetësimet dhe kërkesat që kanë qytetarët. Aliaj pritet të jap dorëheqjen nga mandati i këshilltarit në Këshillin Bashkiak të Vlorës, ndërsa tashmë ka nisur zyrtarisht detyrën e re si drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike. Ilir Aliaj e merr këtë ndërmarrje tashmë të reformuar për shkak edhe të ndryshimit të strukturës, të miratuar vetëm pak ditë më parë nga Këshilli Bashkiak. Kështu vetë shërbimeve që Aliaj do të ketë në ndërmarrjen e shërbimeve publike, siç janë riparimi i rrugëve e trotuarve, por edhe investimeve, do të bëjë të mundur edhe menaxhimin e ndriçimit urban të qytetit, për shkak se ndërmarrja e shërbimeve publike tashmë bashkohet me shërbimin e ndriçimit rrugor, duke funksionuar brenda të njëjtës strukturë. Ilir Aliaj ka nisur zyrtarisht punën, ndërsa këtë të mërkurë ka zhvilluar edhe një mbledhje me administratën e ndërmarrjes, ku ka kërkuar angazhim dhe përkushtim nga të gjithë.